Edicioni 28 i Panairit të Librit Tiranë 2025 qeldyer dhe do të zgjas deri më 16 nëntor në ambientet e Pallatit të Kongreseve në kryeqytet. Ky aktivitet tradicional që prej gati 3 dekadash është kthyer në një pikë takimi të dashur për lexuesit dhe botuesit shqiptar. Pritet dhe të sjellë një atmosferë të gjallë kulturore, ku libri dhe fjala e shkruar do të jenë në qendër të vëmendjes. Në stendat shumë ngjyrshë të Panairit do të prezantohen botime të reja nga shtëpitë botuese shqiptare dhe të huaja, si dhe ribotime të autorëve klasik që vijojnë të mbetën pjesë e bibliotekave tona. Gjatë ditëve të Panairit do të ketë takime të drejtë për drejta me autor, aktivitete me fëmijë, nënshkrime librash, ndarje çmimesh letrare dhe debate për rolin e librit në shoqërinë moderne. Në këtë edicion, për gjatë 5 viteve, do të zhvillohen rreth 15 intervista dhe panele diskutimi, ku do të marrin pjesë autorë të njohur shqiptar përkthyes, kritik letrar dhe lexues të apasionuar që ndajnë përvojat dhe mendimet e tyre për letërsinë bashkëkohore. Panairi i Librit në Tiranë 2025 mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të vitit, një festë e dijes dhe kreativitetit që synon të forcojë lidhjen midis lexuesit dhe librit. Ajo është një thirrje për të mos harruar fuqinë e fjalës së shkruar dhe për të nxitur leximin tek brezat e rinj dhe për të krijuar se çdo libër është një dritare që hap horizonte reja në gjuhë, në kulturë dhe në mënyrën se si e shohin botën.